أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فلندريم ذا الأفضلات إتاكوين الله جل جلاله صلاة السلام qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me nën kapitullin e 4 të këtij kapitulli të madh rreth realitetit të Islamit dhe imanit. E kjo nën kapitull ndahet në dy pjesë. Nën kapitullin e kanë emërtuar hoxha në këtë libër Arkanul imani wa hududuhu, shtyllat e imanit dhe kufit e saj. Shtyllat e imanit dhe kufit e tij. Dhe e kanë dhënë në dy nën kapitulla tjera. E para, talazumul imani wal islam. Pandashmëria mes imanit dhe islamit. Apo domosdoshmëria e njënës për tjetrën. Për të ekzistuar njëna duhet tjetra pa tjetër. Dhe e dyta, al-ilmu wal-amalu rukna al-imani. Dituria dhe vepra janë shtylla të besimit, janë shtylla të imanit. Thot Ibn Taymija, Allahu më shiroft, nga Ibn Abi Shayba, rahimahullahu ta'ala, se ka thonë, la yakunu islamun illa bi imanin wa la imana illa bi islamin. Nuk ka iman pa islam dhe nuk ka islam pa iman. Çështja e imanit dhe çështja e islamit kanë thënë dietarët këto dy terme islam dhe iman kur bashkohen ndahen, kur ndahen bashkohen. Si? Kur të përmendet vetëm fjala islam, këtu përfshihen edhe veprat e islamit që kanë ardhur në hadith të Xhibrilit alayhis salam, shahadeti, namazi, zakati, agjërimi, haxhi, edhe veprat e imanit, besimin në Allahun, në botën tjetër, në melek, në librat, pejgambert, në kaderin e Allahut, i mira bëj keq. Pra kur përmendet fjala islam, futen në 11 kushtet e islamit dhe imanit. Kur përmendet fjala iman, pashtu përfshihen 18-tat. Do më thonë, kur janë të ndame, përmenden vetëm njëna, bashkohen të dy pjesë të njëna. Kur përmenden me një fjali të dyjat, islami dhe imani, atëherë të islami futen veprat e jashtme, dëshmia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namazi, zakati, agjërimi dhe haxhi, kurse te imani përfshihen pjesa tjetër e hadithit të Xhibrilit alayhis salam, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se imani është me besu në Allahun, me besu në pejgambert, me besu në librat, me besu në botën tjetër, me besu në melaqet, dhe me besu në kaderin i mirë apo i keq, qoftë ajo. E thotë Ibn Taymija, nuk ka iman pa islam dhe nuk ka islam pa iman. Thot, duke transmetu fjalë nga Ibn Abdul Berri, thot Ibn Taymija në Majmu'a Fatawa, në vëllimi 7-333, thot, فَمَثَلُ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ شَهَادَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى فِي الْمَعْنَى وَالْحُكْمِ فَشَهَادَةُ الرَّسُولِ غَيْرُ شَهَادَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ فَهُمَا شَيْئَانِ فِي الْأَعْيَانِ. Thot, shembulli I imanit dhe islamit është sikur shembulli dy dëshmive. Shembulli I imanit dhe islamit është sikur shembulli I dy dëshmive. Sikur shembulli I dy dëshmive. Në qoftë se mungon njëna, mungon edhe tjetra. Në qoftë se mungon njëna, So dikush pranon me thonë la ilaha illallah,
ama nuk pranohet me thonë Muhammedur Rasulullah. A i pranohet kjo la ilaha illallah? Nuk i pranohet. Ato janë diçka në vetë, kur janë në vetveti nuk janë një. Mi po kur të bashkohen, kur të ndahen, janë një. Edhe në hukum, edhe në kuptim. Se të dyat e kanë për qëllim tauhidin dhe nënshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, çfarë do të thonë Muhammed Rasulullah? Do të thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Kjo, a do të thonë tauhidi? Jo, tauhidi është pjesa tjetër te la ilaha illallah. Është pjesa tjetër te pjesa la ilaha illallah. Thot wa ihdahuma murtabitatun bil ukhra fi al ma'na wal hukm ka shay'in wahid. Thot njëra prej tyre është e bashkuar, e lidhur me tjetrën në kuptim dhe dispozit. Sigur me qenë një send. Kedhalika al-iman wal islam. Kështu është imani dhe islami. Njëra është e lidhur për tjetrën. Fahuma ka shay'in wahidin. Ajo sikur me qenë një send. La iman liman la islam lahu wala islam liman la iman lahu. Nuk ka islam ai që s'ka iman, nuk ka iman besim ai që s'ka islam. Idh la yakhlu al-muslimu min iman yasihu bihi islamuhu wala yakhlu mu'minun min islamin bihi yuhaqqiqu imanahu. Nuk mundet me ekzistu një musliman i cili nuk e ka besimin e zemrës, i cili saktëson veprat e jashtme. Dhe nuk ka mundësi me ekzistu një musliman, një besimtar i cili e ka besimin e zemrës e nuk i ka veprat e jashtme të cilat ja saktësojnë besimin e mbrëmshëm që e ka në Allahun subhanahu wa taala dhe e realizon ata. Thot, për shkak se Allahu subhanahu wa taala i ka kushtëzuar te imani veprat e mira. Pra kush beson Allahun dhe bën punë të mira, ose kush bën punë të mira duke qenë besimtar. Në Kur'an gjeni dy lloj të këtyre frazave. Ose fraza kush beson Allahun dhe bën punë të mira, men amana billahi wa amila saliha, kush ka besuar Allahun dhe ka bën punë të mira, kjo ka besuar Allahun, besimi i zemrës dhe ka bën punë të mira, veprat e gjymtyrëve dhe të zemrës, ose kush bën punë të mira duke qenë besimtar. Domethënë njëna me tjetrën janë të lidhura. Thotë Ibn Taymiyyah Allahu mëshiroft, Allahu xhelle xhelaluhu e ka kushtëzuar te imani veprën. Tha Allahu, wa man yatihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatu al-ula. Ai cili është besimtar dhe bën punë të mira, ata nga gradët e larta të Allahut. Dhe thot Allahu, ai i cili vjen tek Allahu besimtar duke bë punë të mira, fala kufran li sa'ihi, punët e tij, mundi i tij nuk do t'i mohohet kur dal para Allah subhanahu wa taala. Faman kana zahiruhu a'malu al-islami wala yarju ila uqud al-iman bil ghaib fa huwa munafiq. Ai i cili ka veprat e islamit, ama i mungojnë ato të zemrës, ai i cili ka veprat e islamit të jashtmet, mi po i mungojnë besimin, imanin në zemrën e tij, thot ky është munafiku. Ky është munafiku. Ai i cili e ka pohimin dhe saktësinë dhe besimin në Allahun dhe në pejgamberin se mirë po i mungojnë veprat, ky është kufri i jehudëve dhe i të krishterëve, të cilët e kanë njoft pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kanë njoft Allahun xhela xhelaluhu, mirë po nuk ju kanë nështruar, nuk kanë bërë vepra dhe kjo është kufri i tyre. Pra nuk ka islam pa iman dhe nuk ka iman pa islam. Që do me thonë që imani, besimi apo që personi të konsiderohet musliman, besimtar, i shpëtuar te Allahu, duhet me i pas këto dy shtylla, besimin në Allahun dhe veprën. Besimin në Allahun dhe veprën, për shkak se janë të lidhura njëra me tjetrën. Thot Ibn Rajebi, Allahu mëshiroft, thot el-imanu huwa tasdiqu l-qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Imani është besimi i zemrës, vërtetimi i saj dhe njohja e saj. Pra me besu me zemër, me pohu me zemër, me vërtetu me zemër, edhe me njoft, me pas dituri. Thot wal islamu, e islami është
الاستسلام العبد لله وخضوعه والانقياده له وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام دينا. Thot kurse Islami është dorëzimi i robit ndaj Allahut, për ulja e tij dhe nënshtrimi i tij ndaj Allahut. E nënshtrimi çish bëhet? Me vepra të mira. Thot çish e kjo bëhet me vepra, çish Allahu e ka emërtuar Islamin në Kur'an ku ka thonë me të vërtet feja e pranuar të Allahu është Islami. Thot dy dëshmit, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, janë prej Islamit pa asnjë pikë dyshimi dhe polemike mes dietarëve. Thot mirë po, nuk është për qëllim vetëm shprehja e tyre. Nuk është për qëllim vetëm me i thonë la ilaha illallah. Duhet me i thonë, e kjo është prej të jashmes. Munafikat i kanë thonë, mirë po, nuk ka bo dobi. Pse? Se e kanë pas defektin prej mrenda. Pra, me shqiptimin e jashtëm duhet të jetë prezent edhe vepra e zemrës, duhet të jetë prezent edhe besimi i zemrës, njohja e zemrës, edhe vërtetimi i zemrës. Për shkak se Allahu kështu, thot Ibn Rajab, te fjala e Allahut inna dina inda Allahi al-Islam, feja e vetme e pranuar te Allahu është Islami, thot Allahu e ka emërtu Islamin me tauhid dhe me vërtetim të zemrës, që kanë shpjeguar dietarët prej selefin. وأما إذا نفى الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي عنهم رسوخ الإيمان. Atyre të cilëve Allahu ua përkatson Islamin, mirë po ua mohon imanin, sikur meselja e nomadëve, kur kanë thonë kena besu, Allah ka thonë thuaj jena dorzu, pra jena musliman, e nuk jena besimtar, thot në Rajab, Allahu këtu e ka për qëllim se ua ka mohu plotësimin e imanit. Jo se s'kan pas iman hiç ata. Ata kanë pas iman, mi be kanë pas imanin shumë të dobët. E me qenë se kanë pas imanin shumë të dobët, Allahu a ka mohue emërtimin me iman, u a ka lënë emërtimin me Islam. Thujni jemi dërzu, Allah s.w.t. Thot, për shkak se për ndryshe, në qoftë se ata s'kishin pas iman fare, Allahu s'kishin qytë musliman ata. Allahu nuk i qytë musliman. Dhe kjo është një për argumenteve shumë të rëndësishme për ata që arsytojnë, ata që bëjnë negacionet e Islamit. Se këtu Allahu u ka mohu imanin nomadëve, mirë po, se ka pas për qëllim mohimin se ata janë jo besimtar. Jo, ata kanë qenë musliman, mirë po me iman shumë të dopt. Ka pas diçka prej iman në zemrat e tyre, mirë po ka qenë shumë e dopt. Për shkak se ka qenë shumë e dopt, Allahu ka mohu që të etiketohen me iman, i ka lënë etiketimin e tyre vetëm me Islam. Pra, i kemi tekstet dietarëve të muslimanëve, të cilët neve fuqishëm në argumentojnë për lidhshmërinë dhe pandashmërinë mes besimit me zemër dhe veprimit me gjymtyr. Janë gjëra të pandalshme, njëra me tjetrën janë të lidhura fuqishëm. Inkhila'u min ash-shirki waltizamu al-ahkami haqqu la ilaha illallah. Largimi prej shirkut dhe nënshtrimi ndaj dispozitave është prej hakit të fjalës la ilaha illallah. Është prej hakit të fjalës la ilaha illallah. E kemi cek në ligjërat e kaluara se qëllimi i çdo lufte që ka ndodhur, i çdo problemi që ka ndodhur ka qenë për shkak shirkut. Në moment që njerëzit e kanë lënë shirkun, u kanë mbaruar çështja e luftës. Mirë po, pse ka ndodhur? Ka ndodhur për shkak shirkut. E kanë thënë dietarët, largimi prej shirkut është prej hakit të fjalës la ilaha illallah. Është prej hakit të fjalës la ilaha illallah. Në qoftë se kish me mjaftu vetëm shqiptimi i fjalës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah për të shpëtu në këtë botë dhe në botën tjetër, atëherë s'kish me pas nevojë Allahu me thonë illa bi haqqiha. Kur thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, e fal namazin, e jep zakatin, pasuria dhe gjaku i tij janë të mbrojtur pos me hakun e saj. Pos me hakun. E në qoftë se kishim mjaftu vetëm fjala la ilaha illallah, s'kishte pas nevojë me thënë Allah me përjashtu diçka Allahu subhanahu wa taala. Që në argumenton neve se nuk është për qëllim vetëm shqiptimi i këtyre fjalëve. Pas këtyre fjalëve duhet diçka tjetër. Çka është ajo? Nënshtrimi i asaj që kuptohet te këto fjalë. Nënshtrimi ndaj dispozitave shariatike, duke filluar prej te besimi fillimisht me zemër, pastaj edhe veprimi me zemër dhe veprimi me gjymtyr.
Për shkak se në qoftë se themi kështu, atëherë islami i munafikave do të jetë i saktë. Atëherë islami i munafikave do të jetë i saktë. Pse? Për shkak se ata kanë thënë la ilaha illallah. Ubej bin Seluli ka thënë la ilaha illallah. Po ku e ka pas defektin? Nuk është largu prej shirkut. A e ka paraqit shirkun prej jashtë? Jo. A e ka paraqit kufrin prej jashtë? Jo. Jashtë në rrethana të caktuara që s'ka mujt më ngrit argumentimi apo disputa shariatike se kjo ka bu kufër. Mirë po, ai në zemrën e tij se ka njoftë Islamin, se ka besu Islamin, se ka besu pejgamberin e stem, se ka pas tauhidin në zemrën e tij, po prej jashtë ka paraqit. E tash na themi, në qoftë se është për qëllim vetëm shqiptimi i fjalës la ilaha illallah për me shpëtuar këtë botë dhe botën tjetër, atëherë Ubej bin Seluli pas ka më shpëtuar. Pse? Se e ka thënë këtë fjalë, ama jo. Duhet besimi me zemër, njohja me zemër, vërtetimi me zemër, pastaj edhe vepra me zemër dhe vepra me gjymtyr. Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, thot lufta e madhe mes Ehli Sunnetit dhe dietarëve të murxhive bëhet rreth veprave. A janë pjesë e imanit apo janë pjesë shtojtës? A janë pjesë përbërëse, a janë pjesë plotësuese? Ehli Sunnetit thonë veprat janë pjesë përbërëse të imanit. Murxhit thonë janë pjesë plotësuese. Ço do të thonë, në qoftë se nuk janë veprat, imani është tamam. Kurse Ehli Sunneti thonë, jo, pa vepër s'ka iman. Pa islam s'ka iman. Se çka ishte islami? Në nështrimin me veprën ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot një kaptin, thot një në titull, men sawwaga tarka al-inqiyad li-shar'i faqad kafara. Ai që e lejon mos në nështrimin ndaj shariatit ka bu kufër. Ai që e lejon mos në nështrimin ndaj shariatit ka bu kufër. Tash ndoshta gjuha e njerëzve nuk e flet kështu. Mirë po, gjuha e gjendjes së njerëzve në kohën tonë thot so problem. Në qoftë se thot la ilaha illallah, edhe mos më i bën farzët pastaj, edhe mos më largu pi harameve, i shpëtuar është. Ndoshta, po tham ndoshta se edhe me gjuhë thojnë. Ata edhe me murxhiet, xehmit në iman, edhe murxhiet në iman, ata edhe me gjuhë thojnë. Po një pjesë dërmuese tjerë të njerëzve ndoshta me gjuhë nuk e thojnë, po me gjendjet e tyre thojnë. Se në qoftë se thu la ilaha illallah, edhe kur s'falesh, kur nuk agjeron, kur nuk jep zakat, kur nuk shon hax, nuk i ban farzë që ka bëu Allahu farz, më e bën ti si ban. Dhe Allahu ti ka ndaluar ndalesat harame dhe ti i ban, kemë në xhenet. Pse kemë në xhenet? Që ka thonë la ilaha illallah. Ai që e thot fjalën dhe nuk i ban farzët dhe i ban gjunahet krejt, nuk ka pardon taj, për ata nuk diskutohet. Problemi për këtë që e ka kështu mendimin. A kupton sa është rrezikshme çështja. Se sa duhet na mi përvel krahët edhe me mësue çështën e imanit edhe çështën e islamit që na ka obliguar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Hambeli, na ka sfatuar Humejdiu, ka thonë, u khbirtu anna nasan yaqulun, jam informuar se disa njerëz po thojnë, kush e pohon namazin, pra kush thot që namazi është fars, kush e pohon namazin, e pohon edhe zakatin, e pohon edhe agjërimin, e pohon edhe haxhin, wa lam yaf'al min dhalika shay'an hatta yamuta. Dhe nuk ban kur gjë prej kësaj derisa të vdesë. Derisa të vdesë. Thot, o yusalli mustadbir al-qiblati hatta yamuta. Apo falet në kundërshtim me kiblën derisa të vdesë. Fa huwa mu'minun ma lam yakun jahidan. إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمان إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. Dhe thot se ky është besimtar derisa nuk i mohon. Është besimtar derisa nuk i mohon, i beson këto. E beson ka kibla, i beson të farzët që ka bërë Allahu farz, ama falet, në qoftë se falet kërshi në anën e kundërt të kiblës. Ose pjesa tjetër e njerëzve i besojnë farzët, po kur nuk ban kur gjë prej farzëve.
Dhe thonë që kjo musliman derisa nuk I mohon, për shkak se kjo e din obligueshmërinë e farzave, edhe e din obligueshmërinë e kthimit ka kible. Fakultu hadha al-kufru as-surahu wa khilafu kitabillahi wa sunnati rasulih wa ulama'il muslimin. Thot Humejdiu, thot kjo është kufër I qartë dhe është në kundërshtim me librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe dietarët e muslimanëve. Tha Allahu subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Ata nuk janë urdhëruar për diçka tjetër jashtë që ta adhurojnë Allahun sinqerisht dhe fenë e tyre ta bëjnë për Allahun subhanahu wa taala. Fjala la ilaha illallah I ka hakët e saj. Një prej hakëve kryesore të kësaj fjale është largimi prej shirkut dhe adhurimi I Allahut subhanahu wa taala me njëshmëri me tauhid. فهذا هو حق لا إله إلا الله الكفر ما يعبد من دون الله والتزام الشرائع الإسلام. Tash prej hakëve më të mëdha është mohimi I asaj që adhurohet pas Allahut, pra mohimi I tagutit, edhe nënshtrimi ndaj dispozitave shariatike që na ka obliguar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. فإذا نطق العبد بالشهادتين يفترض في قائلها أنه محقق لشروطها مع توفر الإيمان لديه في الباطن. Thot hoxha, ai I cili I shqipton dy dëshmit, thot la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Na besojmë. Ai thot për jashtë, thot na besojmë se ky njeri I ka realizu kushtet, I ka realizu hakët e fjalës la ilaha illallah, dhe na besojmë se gjykojmë për jashtë, besojmë se ky e ka edhe besimin, njohjen dhe vërtetimin, pra imanin në zemër. فإذا قام دليل في الظاهر على فساد الإيمان في الباطن قطعنا بفسادهما جميعا وهذا هو حكم بالظاهر. Mi po në cefse neve na paraqitet ndonjë argument apo ndonjë sinjal I cili na argumenton se ky ka defekt me imanin e tij në zemër, thot na e gjykojna atë me të keqe, me të prishësinë, edhe prej mrejna edhe prej jashtë. Dhe kjo është gjykimi I jashtëm I Islamit. Pra dikush thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, na besojmë që kjo musliman, edhe është besimtar. Na besojmë që ky beson me zemër, edhe beson edhe me vepra. Mirë po, nëse se personi I njëjtë I ban shirk Allahut të madh, çfarë shirki shirki, neve na jep argument se ky s'ka besuar me zemër. Pse? Pikap e dim na. Qysh e dim na që nëpërmjet shirkut me xhiku për atë që ka mrena, na nuk jena obliguar me çelat që është mrena, tham për shkak lidhshmërisë të njënës me tjetrën dhe pandashmërisë të njënës me tjetrën. Tham nuk ka imam pa pas islam, nuk ka islam pa pas imam. Tash ky ka thonë kum besu. E ka shqiptu shahadetin, ama ka bën një vepër të kufrit. Ka bën talli me fenë Allahut. Ka bën talli me ajetet, ka bën talli me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E ka shoh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e ka shoh Allahun. Këto këto vepra janë sinjale dhe argumente që argumentojnë që ky edhe mrena o I keq, jo vetëm për jashtë. Pse? Se janë të lidhura, sikur të kish qenë mrena ç'ish duhet, sikur të kish pas nënshtrim dhe vepra të zemrës. E veprat e zemrës prej më kryesoreve janë dashuria dhe nënshtrimi ndaj Allahut me zemër, me qenë këto prezente në zemër, asnjëherë s'ka mundësi njeriu me shoh Allahun subhanahu wa taala. Po për shkak se s'ka dashuri për Allahun në zemër, e shon Allahun subhanahu wa taala. A e kena qartë? A është e qartë vëllazëri? Nëse nuk është e qartë, e ndal me për sfidë këtë që kam folur deri tash. Për shkak se është shumë e rëndësishme. Për shkak se është shumë e rëndësishme. Edhe në kaptina e dytë thot el ilmu wal amalu rukna al imani. Dituria dhe vepra janë shtylla të imanit. Thot Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft. Këtu e kemi edhe një bazë tjetër. Ajo është se realiteti I imanit është I përbër. Realiteti I imanit, imani është I përbër prej dy çështjeve, vepër, fjalë dhe vepër. Wal qawlu qismani. Fjala është dy kategori. Fjala e zemrës, e ajo është besimi, wa qawlu lisani, dhe fjala e gjuhës, ajo është me fol me islam. Me fol fjalë të islamit, me thonë la ilaha illallah, me thonë Muhammed Rasulullah, ajo që kanë obligohet me thonë. Pra imani është fjalë dhe vepër. Fjala ndahet në dy kategori. Fjala e zemrës. A fol zemra? Po, ka thonë të artë. Fjala e zemrës është besimi I zemrës. Dhe fjala e gjymtyrëve e gjuhës është me fol,
atë çka ne e kuptojmë me fol. Vepra është dy kategori. Vepra e zemrës, ajo është niyeti, sinqeriteti, dashuria, dhe vepra e gjymtyrëve. Dhe vepra e gjymtyrëve. Rukuja, sejdja, namazi, edhe kështu me radhë. Veprat që na i shohim prej jashtë, prej gjymtyrave. Mirë, po sinqeritetin na e shohim, nuk e shohim. Edhe pse ka sinjale. Çdo vepër e zemrës ka sinjale të saj për shkak të lidhshmërisë me këtë jashtëm, e lehtësh. Na japin neve sinjal, vepra, gjendja jonë e jashtme, na jep neve sinjal që shikimi veprat në zemër. Sa e dojmë Allahun, sa jemi të nështruar ndaj Allahut me zemër, sa jemi të përulur para Allahut me zemër, sa e urrejmë kufrin dhe shirkun, sa e urrejmë mëkatin, veprat e jashtme na kallëzojnë shikina gjendjen e veprës së zemrës. Në qoftë se ti shikon haram dhe je i vazhdueshëm në gjunahe, të vogla apo të mëdha, këto argumentojnë se ti me zemër ki defekt. Ti urrejtjen e mëkatit me zemër e ki problem. Se sikur të kishte qenë në nivel, kishe me qenë i larguar, s'kishe me qenë këmbgulës në mëkate. Edhe kështu më radhë. Thotë Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft. Fa idha zalat hadhihi al-arba'a zala al-imanu bi kamalihi. Në qoftë se hupën krejt këto, hupët komplet imani. Në qoftë se hupët fjala e zemrës, besime, hupët fjala e gjymtyrëve, e gjuhës, hupët, nuk o prezent. Nuk e ka njeriu prezent. Humbët vepra e zemrës, dashuria, urrejtja, sinqeriteti. Humbët vepra e gjymtyrëve, humbët komplet imani, total, komplet. Thot, وإذا زال تصديق القلب لم ينتفي بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. Në qoftë se nuk është present pohimi i zemrës, besimi i zemrës, thot nuk bëjnë dobi pjesët tjera. Nuk bëjnë dobi pjesët tjera. Kjo është çështja e munafikave, sa ata kanë pas këtu defekte. Se kanë pas tasdikul qalb, se kanë pas besimin me zemër, se kanë pas pohimin me zemër, vërtetimin me zemër të njëshmërisë së Allahut subhanallahu, se kanë pas. Pastaj prej jashtë kanë pas vepra, kanë pas gjymtyr, kanë dalë xhihad, kanë luftuar. A ju ka bu dobi? Si ju ka bu dobi? Pse? Për shkak se ka mungu kjo shtylla kryesore. Ka mungu kjo shtylla kryesore. Thot, وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. Thot, në qoftë se është prezente besimi me zemër, mirë po nuk është prezent vepra me zemër, thot kjo është pika e luftës mes murxhive dhe ehli sunetit. Se ehli suneti beson që vepra është kusht, është shtyllë prej shtyllave. Në qoftë se ajo nuk është prezent edhe imani. Njëjtë kur kushti i parë. E murxhiet çka thonë? Jo. Në qoftë se ekziston besimi me zemër, mirë po mungon vepra e zemrës apo e gjymtyrëve, pse Ibn Qayyim të thonë këtu vepra e zemrës? A për qëllim veprat e zemrës, a këto veprat e gjymtyrëve nuk për qëllim? Ibn Qayyimi dhe Ibn Taymija dhe dietar të tjerë pastaj kanë fol hollegat për lidhshmërinë e veprave të zemrës me këto të jashtme. Se në qoftë se njeriu nuk i ka këto të jashtmet, ato mrena nuk i ka. Lidhshmëria me argumente nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që do të flasim kur t'i vjen momenti, edhe këtu kanë thënë diçka prej saj. Thot, Suneti janë të pajtimit të gjithë se imani prishet atëherë kur tek njeriu nuk ekziston njëna prej këtyre dy shtyllave, ose të dyjat. Besimi me zemër dhe vepra e zemrës dhe gjymtyrëve. Njëna me mungon komplet imani, ose mungon të dyjat, mungon komplet imani. Thot, kema lem yanfa iblisa wa fir'auna wa qawmuhu wal yahuda wal mushrikin alladhina kanu ya'taqiduna sidqa ar-rasul. Thot, pse kështu? Thot, për shkak se nuk i bani dobi besimi me zemër, kështu i kanë vënë demand murxhive. Thot, për shkak se nuk i bani dobi Firaunit besimi me zemër. Bile Firauni tha, edhe me vepër tha, në fund tha edhe me vepër, me gjuhë tha, besova në Zotin, të cilin kanë besu Ben Israel, dhe unë jam prej muslimanve. Allah tha, al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin, tashtëm teka. Kur e tha këta? Kur erë shpirti nga gargara.
Kur janë shpirtin fit, çka tha Firauni? Firauni që i tha, unë jam Zoti juaj më i madh. Në momentin e vdekjes, pak para se mi dal shpirti tha, besova në Zotin që kam besu Beni Israil, edhe unë jam minel muslimin, prej muslimanve. Allah i tha, al-ana, atë shtashtën teka. Kurse më herët më hove dhe ishe prej zullumçarëve dhe të padrejtëve dhe festargjive, dhe nuk e pranon Allah. Në fund, kur t'i vele shpirtin fit njeriut, Allah nuk e pranon besimin e tij. Thot për shkak se nuk i bën dobi Firaunit, nuk i bën dobi Iblisit, nuk i bën dobi jehudëve, nuk i bën dobi mushrikëve, të cilët ishin të bindur për pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ishin të bindur. Mirë po, nuk i bën dobi. Pse nuk i bën dobi? Për shkak se ata nuk ju nënshtruan, pra ju mungoi shtylla e dytë, vepra, nuk i banon veprat. Fa innahu yalzu min adami ta'ati al-qalbi, adamu ta'ati al-jawarihi. Për shkak se domosdoshmërisht patjetër lidhshmëri të pandame kanë se në qoftë se mungon nënshtrimi i zemrës, mungon edhe nënshtrimi i gjymtyrëve. Idh law ata'a al-qalbu wanqada ata'at jawarihi wanqadat. Në qoftë se zemra ka me dëgju dhe ka me respektu, ka me dëgju dhe me respektu edhe gjymtyrët. Wa yalzamu min adami ta'atihi wanqiyadihi adamu at-tasdiq al-mustalzim lit-ta'a. Që djetarë që i kanë lidhë qështë që krejt kjo duke u bazuar në Kur'an dhe Sunet. Thot, në qoftë se edhe në mënyrë të patjetërsueshme dhe të pandame, thot në qoftë se mungon nënshtrimi, atëherë mungon edhe besimi, edhe pohimi, edhe vërtetimi me zemër e cila ndërvete ngërdhen nënshtrimi me vepër pastaj. Në qoftë se mungon nënshtrimi, thot kjo është argument se këtij ka mungu edhe besimi, e cili ndërvete ngërthen nënshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Janë të lidhura çështjet njëra me tjetrën në çështjen e imanit. Dhe thot wa huwa haqiqatul imani fa inna al-iman laysa mujarrad tasdiq. Dhe kjo është realiteti i imanit, për shkak se imani nuk është vetëm besim. Vetëm me thon besohen në Allah. Sot e kemi tek marrë. Çfarë propagandë bën? Sidomos në rrjetet sociale dhe për emisione televizive, sidomos në për emisione televizive në Kosovë, e bëjnë një si propagandë shumë të madhe se njeriu është besimtar vetëm që se beson në krijuesin. A beson Zot? Po, unë besoj krijuesin, ose kjo besimtar. Dhe kjo bëhet propagandë shumë e madhe. Në për emisione të shumta bëhet kjo propagandë. E na çka themi? A mjafton për të konsideruar besimtar vetëm me ditë që ekziston krijuesi? Nuk mjafton. Sikur kish mjaftu, kish me qenë besimtar edhe Iblisi, kish me qenë besimtar edhe Firauni, kish me qenë besimtar edhe Haruni dhe Hamani dhe Karuni, kish me qenë besimtar edhe mushrikët e Mekkës, kish me qenë besimtar edhe krishterët dhe judit, edhe s'kish me pas besimtar, s'kish me pas jo besimtar në tokë. Pse? Për shkak se në realitet nuk ekziston dikush prej njerëzve që e mohon krijuesin. Po janë vetëm propaganda, shtirje. Në realitet e besojnë. Mirë po e mohojnë për krelarësisë. Që i bje që të gjithë janë musliman, këtë janë besimtar. Ama jo, imani, islami, dietarët e kanë kufizu, kanë dhënë kushte, kanë dhënë definicione, e të gjitha këto kushte, definicione i kanë dhënë të bazuara në fjalët e Allahut dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Taymija, Allahu më shiroft, فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به. Thot, kanë mësu prej fejse Allahut, domosdoshmërisht se njeriu ka mundësi me bë kufër duke besuar pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e kjo për shkak se nuk ka vepruar me këtë besim që e ka pas në zemrën e tij, nuk ka vepruar sikur çështja e dashurisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahut subhanahu wa taala dhe nënshtrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe madhrimi i tyre dhe asaj që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Taymija Allahu mëshiroft ka thënë Imam Ahmedi,
Në ka transmetuar Abu Salem al-Khuzai, ka thonë Maliku, edhe Sheriku, edhe Abu Bakr ibn Ayyash, Abdulaziz ibn Abi Salama, Muhammad ibn Salama, Muhammad ibn Zaid, al-imanu, al-ma'rifatu, wal-iqraru, wal-amalu. Imani, për të konsideruar njeriu musliman besimtar, duhet me pas dituri, duhet me pas vërtetim, besim, dhe duhet me pas vepër. Në qoftë se mungon njëra prej këtyre, nuk është besimtar. Në qoftë se mungon njëra prej këtyre, nuk është besimtar. Thotë Ibn Qayyim, Allahu e mëshiroft. Wal qalbu alayhi wajibani la yasiru mu'minan illa bihima jami'an, wajibu al-ma'rifati wal ilmi wa wajibu al-hubbi wal inqiyadi wal istislami. Thotë Ibn Qayyim, kanë thënë se vepra i ka dy obligime, pa të cilat njeriu nuk mundet me qenë besimtar. Obligimi i parë është njohja dhe dituria, dhe obligimi i dytë është dashuria, nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wa kama la yakunu mu'minan idha lam yati biwajib al-ilmi wal-inqiyadi, la yakunu mu'minan idha lam yati biwajib al-hubbi wal-inqiyadi. Thot njëjtë, sikur që s'ka mundësi njeriu me qenë besimtar në qoftë se i mungon njohja dhe dituria, po ashtu nuk ka mundësi me qenë besimtar në qoftë se me njohjen dhe diturisë dhe me njohjen dhe diturinë i mungon dashuria, nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Bel idha taraka hadha alwajib ma ilmihi wa ma'rifatihi bihi kana a'zama kufra. Thot, në qoftë se ai nuk e ka këtë obligim, duke e pas prezent ilmin, pra nuk e ka veprën, ama e ka ilmin dhe njohjen, që është rasti i Iblisit, që është rasti i Firaunit, që është rasti i Jehudëve. Thot, kush e ka diturinë dhe njohjen, mirë po nuk e ka veprën, thot, kategoria këtyre njerëzve janë me kufër më të madh. Me kufër më të madh, au ab'ada an imani min al-kafiri jahla. Apo janë shumë më larg dhe shumë më të vështirë dhe shumë më të vrasë dhe shumë më të këqij se sa qafiri i cili s'ka iman për shkak të ignorancës. A këtu del pa edhe një herë çështja se Ibn Qayyimi dhe Ibn Taymija nuk kanë arsyetuar me ignorancë. Tek Ibn Qayyimi pas ka pas qafira ignorant. Qafir ama ignorant. Dhe pas ka pas qafira që janë ignorant, janë kryen vaj. Suri Iblisi, Firauni, edhe kështu me radhë për njerëzve që nuk kanë nështruar Allahut edhe pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft, fa inna al-imana fardun ala kulli wahidin. Imani, besimi është obligim për secilin. E realiteti i besimit është dituri dhe vepër. Fala yutasawwar wujudu al-imani illa bil ilmi wal amal. Nuk mundet mu parafitiru ekzistimi i besimit tek njeriu pos duke pas dituri edhe duke pas vepër. Fa hal tumkinu ibadatullahi allati hiya haqquhu ala al-ibadi kullihim illa bil ilmi wa hal yanalu al-ilma illa bi talabihi. Sa ka mundsi njeriu me e adhuru Allahun i cili është qëllimi kryesor. Pse ka kriju Allah? A ka mundsi me adhuru pa dituri? A ka mundsi me bë diturin pa kërkuar diturin? Elusim Allahun që Allah të na diturit të dobishme. Elusim Allahun që Allah të na ruan imanin tonë prej kufrit dhe shirkut. Elusim Allahun që Allah të falë mëkatet tona. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.